Atëherë përpara jush unë po paraqes një fajl dhe me atë fajl do të punojmë sot. Besoj se të gjithë duhet ta shikoni shumë shpejt. Ky është fajli që do paraqes, me këtë do të punojmë dhe do të shikojmë së bashku disa nga gjërat më të mrekullueshme që mund të bësh me Excel kur ti je në një profesion të caktuar. Kam përshtypjen se disa prej jush mund të jenë në profesione të caktuara, disa të tjerë mund të mos jenë, por gjithsesi ato që do të shohim sot kanë lidhje drejt për drejt me punën, kanë lidhje drejt për drejt me biznesin, nëse nesër do të jesh në biznes. Dhe ajo që ti do përballesh menjëherë sapo të hysh në biznes, gjëja e parë do të përballesh me pyetje që do të vinë kryesisht nga menaxherët, nga drejtuesët, nga shefat. Kështu që në konkretisht pyetjet mund të jenë të shumëllojshme, por ajo që duhet të kuptosh është që çdo pyetje që të vjen ka një përgjigje nëse ti ke një strukturë tabelare. Dhe ashtu siç e shikoni, unë kam paraqitur para jush një strukturë tabelare. Kjo quhet strukturë tabelare sepse ka rreshta, ka shtylla, ka nga ana tjetër edhe të dhëna. Pra rreshtat në rastin konkret janë ato që paraqiten horizontalisht, shtyllat janë ato që paraqiten vertikalisht dhe kanë shkronja, ndërsa vlerat janë ato të cilat mbushin pikërisht këto rreshta dhe shtylla. Njësia që përdoret vazhdimisht në Excel nuk është gjë tjetër veç se qeliza dhe vazhdimisht do ta përmend këtë term që quhet qeliz. Në kontekst të këtyre gjërave që jemi duke thënë, tani do të ngrëm një pyetje që mund të vijë nga shefi, e cila kërkon një përgjigje. Ky sesion workshopi, kjo ligjërat, në fakt do të ndahet në 5 pjesë dhe pjesa e parë do të ndalet specifikisht tek të dhënat totale. Në jo pak raste, le të themi që shefi mund të vijë me një pyetje të tillë dhe të thotë, "Gjo, unë dua të më nxjerrësh sa kam paguar totalisht, sa e kam koston totale për secilin pozicion pune." Edhe normalisht në këtë rast ajo që ti do bëje do ishte të veje dhe të zgjidhje për analistin e të dhënave dhe të shikojë në rastin konkret sa do ishte rroga për këto 3 analistë të dhëna. E do gjeje shumë përkatëse, por dhe këtë gjë do ta bëje edhe për secilën prej pozicioneve të tjera, siç është hyrës të dhënas apo interpretues apo korrigjues të dhënash e në fund menaxherit të dhënave. Por këtu të dhënat janë të renditura. Në shumicën e rasteve, këto të dhëna nuk janë të renditura, por do ishin në këtë trajt. Shikoni pak sa rëmuj janë të dhënat. Dhe mendojeni pak që kjo strukturë tabelare përmban vetëm 20 rreshta. Sigurisht që kjo tabel është një tabel për profesionin, për punëtorët e një kompanie, dhe sigurisht mund të mendoni atë tabel që mund të jetë për ju specifikisht. Në kontekst të kësaj, tashmë lind detyra të gjejmë përgjigjen për pyetjen e shefit, e cila ka qenë shumë e thjeshtë. Më gjej sa është kostua që kam për secilin pozicion pune. Por e shfaqur në këtë trajt, sigurisht që bëhet shumë e vështirë të gjesh se sa është kostua, sepse ti ke një hyrës të dhënash në rreshtin e dytë, pastaj ke 3 të tjerë që fillojnë nga rreshti 7, ke përsëri të shpërndarë në rreshtin e 13 dhe ke edhe në rreshtin e 19, por mendojeni që kjo gjë mund të ketë edhe 500 rreshta apo 1000 rreshta dhe sa e pamundur do të ishte. Ajo që do të flasim tani, i cili është një koncept që të hyn jashtëzakonisht në punë, është posaçërisht puna që bëhet me subtotals. Subtotals nuk janë gjë tjetër veç se totale për kritere të ndryshme që të jepen në tabelë. Nuk ka rëndësi se cili është niveli yt në Excel, nëse ti ke një tabel, patjetër që ajo që të jepet mundësia të bësh është të analizosh atë në të gjitha format. Përdorimi i subtotal kalon në dy faza kryesore. Dhe hapi i parë, le të themi, është në radh parë të kuptosh pyetjen që të është dhënë dhe të rendisësh elementin ose variablin i cili por të kërkohet. Po të dëgjosh me vëmendje pyetjen që të bën shefi, ai thot më llogarit pagën, pra rrogën, për secilin pozicion pune. Pra ajo e cila në rastin konkret bëhet kriter nuk është rroga, sepse rroga në vetvete do jetë thjesht një funksion, por është pozicioni i punës. Dhe hapi i parë që ndiqet për të filluar një subtotal nuk është gjë tjetër, është veç se të renditësh pikërisht variablin që po të kërkohet që ti të bësh interpretimin përkatës të dhënave. Dhe në rastin konkret, renditja bëhet duke klikuar tek pozicioni i punës dhe duke i dhënë sort A to Z, që do të thotë sorto ose rendit nga shkronja A te shkronja Z. Në rastin konkret, po shikosh analistët e të dhënave janë renditur dhe nga ana tjetër i fundit që shfaqet është menaxheri i të dhënave. Tashmë që është renditur i gjithë ky funksion
ose këto elemente tabelare, patjetër që ajo që është e rëndësishme në këtë moment është që të vazhdosh me procedurën e subtotal. Kemi bërë vetëm një hap, ndërkohë që ka një hap tjetër, i cili konsiderohet në këtë fazë, në këtë trajt. Në radhë parë duhet të hysh brenda tabelës dhe pasi hyn brenda tabelës, do të shkosh te komanda data. Pasi shkon te komanda data, në atë moment të jepet e drejta që të kërkosh midis listës së nën komandave nën komandën subtotal. Dhe kur klikon tek nën komanda subtotal, do shikoni se do ju shfaqet një dritare e re. Në këtë dritare të re, sigurisht që ka 3 element që janë shumë të rëndësishëm. E para është elementi kriter që neve po e përmendim. Pra, nëse do bësh ndonjë funksion caktuar, ku duhet ta bësh atë funksion të caktuar? Dhe sigurisht që ky funksion nuk do bëhet tek ID-a, por pyetja e shefit ka qenë tek pozicioni i punës, sepse atë po kërkon rrogën për secilin pozicion pune, dhe ja tek e ke mundësinë të shkosh pikërisht dhe të gjesh pozicionin e punës në atë listë që të shfaqet. Dhe pasi e gjen pozicionin e punës, ke plotësuar hapin e parë të kësaj nëndritare që të shfaqur. Pastaj pyetja e dytë që të ngrihet është çfarë funksioni do përdorësh. Sigurisht që funksioni që do përdorësh nuk është një funksion që ti e zgjedh vet, është një funksion i cili në vetvete të lejon ty të dëgjosh atë që shefi të ka thënë. Patjetër shefi të tha totale dhe fjala totale lidhet shumë me fjalën shumë. Pra shumë është e lidhur me total, ndërkohë që po të shkosh te funksionet, shikon se ka edhe funksione të tjera të tipit count, që do të thotë numero, average, që do të thotë mesatare, max, që do të thotë maksimum, min, që do të thotë minimum e kështu me radhë. Por në rastin konkret ne nuk do të ndalemi në funksionet të tjera, por do të ndalemi tek funksioni sum, që është funksioni shumë. Dhe do të zgjedhim që për çdo pozicion pune të bëhet funksioni shumë. Po për kë do bëhet funksioni shumë? A do bëhet vallë për pozicionin e punës, a do bëhet vallë për vitet e eksperiencës, a do bëhet vallë për shkollimin, apo për rrogën në rastin konkret. Meqense pyetja është ngritur në këtë trajt që kërkohet rroga, pra totali i rrogës për secilin pozicion pune, atëherë ajo që të mbetet është të çekosh nëse nuk e ke të çakuar rrogën. Dhe aktualisht ti nuk e bërë gjë tjetër veç se ke përkthyer kërkesën e shefit tënd. Pra për çdo pozicion pune bëj shumën e rrogës. Pastaj klikon OK. Dhe në momentin që ti klikon OK, vihet re që tabela jote menjëherë ndryshon formë. Dhe në secilin rresht përkatës që ndallon njërin pozicion pune nga tjetri, shfaqet një total. Pra totali përcakton pikërisht atë përgjigje që shefi kërkonte. Por sigurisht këtu e ke bashkë me detajet përkatëse. Në krahun e majt të monitorit, patjetër do të shikoni edhe një ndarje me numra 1, 2, 3, i cili në rastin konkret nuk bën gjë tjetër veç se specifikon detajet dhe grupimet përkatëse. Në qoftë se ti e lë te treshi, patjetër që te treshi dalin të gjitha të dhënat së bashku me totalet, por në qoftë se ti klikon dyshin, vini re që ato që mbeten në screenin tuaj nuk janë gjë tjetër veç se totalet e secilit pozicion pune. Dhe kur ti ke totalet për secilin pozicion pune, mund t'i japësh përgjigje shefit se sa është paga ose kostoja totale e paguar për secilin pozicion pune. Vihet re që ka dhe një grand total që nuk është gjë tjetër veç se shtuma totale e të gjitha shpenzimeve të kryera nga kjo kompani. Dhe për të gjetur vetëm grand totalin mjafton të klikoni te njëshi dhe shikoni, kjo është totalja. Për të kthyer përsëri elementet përkatës bashkë me detaj, mjafton të klikoni te treshi dhe do të shikoni që gjithçka shfaqet në screenin tuaj. Patjetër që këto të dhëna tashmë marrin një përgjigje, kjo pyetje që është ngritur nga shefi merr një përgjigje, por pyetjet mund të bëhen në shumë forma dhe pyetja që mund të lindi normalisht është po nëse më bëhet një pyetje tjetër, çfarë të bëj me këtë grupim të dhënash? A mund ta nis punën pikërisht në këtë element që kam apo duhet të bëj diçka të re? Për shembull, pyetja që mund të ngrihet është e tillë që të pyesin sa është paga mesatare e meshkujve dhe femrave të kësaj kompanie. Dallohet qartësisht që kolona E që është kolona e gjinisë që përmban meshkujt dhe femrat nuk është e renditur. Pra nëse unë do vazhdoja punën me një subtotal këtu, do ta kisha gabim. Sugjerohet gjithmonë që kur ti punon me subtotals, vazhdimisht në radhë të parë të bësh pastrim të çdo subtotalli të mëparshëm nëse do fillosh një subtotal të ri. Pra në rastin konkret, nëse dua të bëj një pastrim, ti hyn brenda tabelës ku ke krijuar subtotalin fillestar, shkon te komanda data, shkon te komanda subtotal dhe jep remove all dritares që të ka dalë.
dhe tabela jote kthehet në tabelën origjinale që kishim pasur. Pasi është bërë kjo, detyra e që ka dalë ka të bëjë me gjinin. Kështu që gjinia duhet renditur ashtu siç renditëm pak më përpara pozicionin e punës. E kur ti e rendit gjinin nga ajat e zëja, do shikosh që femrat dalin të para, meshkujt të dytët, dhe në rastin konkret tashmë pasi mbaruam hapin e parë të subtotal, shkojmë te komanda data, shkojmë te komanda subtotal përsëri. Dhe tani në vend që të zgjedhim pozicionin e punës, do të zgjedhim gjinin si ndryshues në elementet tonë. Funksioni meqense kërkoj mesatare, do të zgjedhim average dhe përsëri do të kishim rrogën sepse te rroga po kërkohet pikërisht ky funksion të zbatohet. Dhe klikojmë OK. Dhe do shikoni që specifikisht do dali sa është mesatarja për femrat, sa është mesatarja për meshkujt dhe sa është mesatarja në total. Pra nëse klikoj tek dyshi, dalloni me vëmendje që mesatarja për femrat, pra e pagës, është 514 euro, ndërkohë që për meshkujt është 426.5 euro. E në total kjo mesatare për të gjithë punonjësit është 466.3 euro. Sigurisht që kjo mënyrë pune na thjeshtëson shumë neve mënyrën e të interpretuarit të dhënave. Dhe duhet pasur parasysh që këto të lehtësojnë ty përgjigjet që mund t'i japësh atyre që t'i bëjnë pyetjet. Dhe kjo është gjithmonë e mirë, sidomos kur ke profesione të ndërlidhura me shumë të dhëna. Sepse në raste të tjera, sigurisht që mund t'i bësh edhe manualisht gjërat, por ka pasur raste specifike, t'ju tregoj që ne kemi vuajtur shumë për shkak të mosnjohjes së këtij funksioni që quhet subtotal. Në vijim të kësaj ligjërate, sigurisht do të vazhdojmë me një koncept të ri përveç subtotal, që është koncepti pivot, ose në gjuhën shqipe pivot. Kështu do ta dëgjoni nëse do eceni në rrethet e të dhënave, shumë veta do t'ju kërkojnë dhe do t'ju thonë a dini ta përdorni pivotin. Sigurisht që këto gjëra që po mësojmë sot mund të përdoren si çelës për secilin prej jush, që kur të prezantoni në CV-n tuaj të mos thoni thjesht unë di Excel, por të prezantoni veten tuaj si dikush i cili di më shumë se sa thjesht Excelin. Di të bëj analizë të dhënash, di të interpretoj të dhënat, di të nxjerrë grafik, raporte të ndryshme, pra në një farë mënyre t'i japësh vetes më shumë rëndësi se sa thjesht një fjalë Excel, sepse ajo fjalë realisht të heq shumë pikë nga ajo që ti vërtet mund të dish. Tani do të flasim për pivotet dhe pivotet janë shumë të rëndësishme. Sigurisht, fjala pivot në vetvete nuk do të thotë gjë tjetër veç se shkurtim i një tabele ose minimizim i një tabele në një formë që ti e do. Përdorimi i saj edhe ajo kalon përmes dy hapave, ashtu si subtotal kalon përmes dy hapave, ku hapi i parë është selektimi i të dhënave. Selektimi bëhet në mënyrë shumë të thjeshtë, duke shkuar tek qeliza A1 dhe duke klikuar nga tastiera Ctrl+A, Ctrl+A. Kur ti klikon këtë shortcut, automatikisht i gjithë seti i të dhënave të tua është i zgjedhur, i selektuar. Pasi ke bërë këtë selektim, normalisht ajo që të vjen në vijim është shtimi i pivot table-it. Dhe shtimi i pivot table-it ose pivotit bëhet duke shkuar te komanda insert. E në listën e 9 komandave që kanë dalë, do të zgjidhni nën komandën pivot table. Ti klikon tek pivot table dhe do shikoni që ju shfaqet një dritare e re, në të cilën gjëja e parë që vihet re shumë thjesht është që cili është burimi i të dhënave. Burimi i të dhënave është i përcaktuar sepse ti e ke bërë zgjedhjen që në hapin e parë. Por pyetja e dytë që ngrihet është a do që ta vendosësh këtë pivot table në një faqe të re apo do ta mbash në këtë faqe ekzistuese. Sigurisht që për efekt dukshmërie, unë dua ta paraqes në një faqe të re dhe do shikoni që në listën e faqeve që janë poshtë do t'ju shfaqet një faqe e re. Dhe kjo faqe e re konkretisht do të përmbaj pivotin që neve do të krijojmë. Ja të klikojmë OK dhe do të shikoni me vëmendje që përpara jush është shfaqur pikërisht pivoti. Por pivoti në vetvete nuk ka asnjë të dhënë dhe normalisht për të shfaqur të dhënat e këtij pivoti, thjesht klikoni te ky pivot dhe unë po e zvogloj pak që ju ta shikoni. Shikoni pak me vëmendje. Kjo tabel tashmë në krahun e saj të djathtë ka disa element thelbësor që janë pikërisht variablat që ti i ke pasur. Pra janë ato variabla të cilat ti i ke tek tabela konkrete e të dhënave të tua. Dhe kur je në këtë pivot, normalisht pyetja që ka lindur është çfarë kërkon të bësh
në trajt të shkurtuar si tabel. Dalloni pak me vëmendje që pikërisht në këtë zgjedhjen e fushave të tabelës ka 5 element thelbësor. I pari është variablat e tabelës tënde. Kuptohet që një pivot të funksionojë duhet në radhë të parë që të ketë me SSB-n koka tabele. Pra, këto që quhen headers, që është gjithmonë rreshti i parë, që është i dallueshëm nga pjesa tjetër e tabelës, ato duhet të shfaqen në një formë apo në tjetrën. Dhe ja tek janë të shfaqura pikërisht tek ky pivot table. Pjesa e dytë që vihet re është që kemi mundësi të shtojmë një filtr, dhe filtri është një pyetësor që të bëhet për një tabel traktuar, që ne do ta shohim pak më mbrapa se çfarë është. Ke mundësi të shtosh një rresht, ke mundësi të shtosh kolon, mund të shtosh edhe vlera. Le të kthehemi tek ajo pyetje që bëri shefi pak më përpara, sepse mënyra që do të përdorim tani është një mënyrë më e thjeshtë për argumentimin e të dhënave dhe gjetjen e përgjigjes. Tani pyetja që na u ngrit ishte e tillë. Ju lutem, më jepni se sa do të jetë kostoja për secilin pozicion pune. Atëherë, meqense pyetja është e tillë, unë do të shkoja tek pozicioni punës në listën e variablave, do ta tërhiqja me butonin e majt të mouse-it dhe do ta çoja o në rreshta o në shtylla, por në rastin konkret, meqense janë disa pozicione pune dhe do t'i desha të ishin të renditur në rreshta, unë vetë edhe e çoj pikërisht këtë variabël te pozicioni i punës. Shikoni me vëmendje që automatikisht tabela jonë që quhet pivot i paplotësuar updatohet pikërisht me pozicionet e punës. Nëse tabela jonë fillestare kishte shumë element, 20 element, tabela e re që sapo është krijuar përmban vetëm elementët unik, jo duplikat të tabelës. Pasi ke krijuar pikërisht këtë rresht, pyetja e dytë që ngrihet është çfarë të kërkohej nga ana e shefit. Dhe shefi të kërkon rrogën ose pagesën totale që ka bërë për secilin pozicion pune. Atëherë, elementi i dytë që do të merrje është rroga. Por ku do ta vendosje? A do ta vendosje në filtr, a do ta vendosje në kolon apo do ta vendosje në vlerë? Meqense rroga përbën vlerë për rastin ton, atëherë mënyra se si do e bësh tërheqjen është drejt vlerës me butonin e majt të mouse. Dhe vihet re që për secilin pozicion pune tashmë shfaqet shuma e rrogës përkatëse. Dhe dallohet që ka edhe një shumë totale të të gjitha rrogave përkatëse. Po nëse shefi e shton pyetjen e tij dhe thotë jo vetëm dua pagesën ose koston për secilin pozicion pune, por e dua edhe sipas shkollimit, pra të dalloj për secilin pozicion pune sipas shkollimit sa paguaj. Atëherë në këtë rast ke për të shkuar tek variabli shkollimi dhe pasi të shkosh tek variabli shkollimi të jepet e drejta që ta çosh o në rreshta o në shtylla, sepse nuk mund ta çosh në vlerë një variabël i cili është tekst. Gjithmonë në vlerë shkrohet vetëm një variabël i cili është numerik. Atëherë unë po e provoj ta çoj fillimisht tek rreshtat dhe do shikoni se si ndryshon formati i tabelës son pivot. Tabela pivot në rastin konkret, secilin pozicion pune i shton përkatësisht k, i shton shkollimin përkatës. Shkollimin përkatës dhe kalkulimin përkatës se sa është pagesa totale për secilin shkollim për secilin pozicion pune. E shfaqur në këtë trajt, sigurisht që nuk është e gabuar, por ka jo pak raste në të cilat ti kërkon që ta dish në formë tjetër, pra të mos jetë rresht shkollimi, por të jetë shtyllë. Dhe shikoni si do ndryshojë në këtë rast forma tabelare që kemi. Shikoni, ajo që ishte më përpara e shfaqur në rreshta, tani ka dhe shtylla, dhe në rastin e shtyllave është arsimimi si shtyllë, pra i lartë bachelor, i lartë master, i mesëm dhe PhD që është doktoratur. E për secilin prej tyre janë kalkulimet përkatëse të pagesave të kryera për secilin punonjës, për secilin pozicion pune, për secilin arsimim. Por pyetja e shefit mund të elaborohet akoma më shumë dhe ai mund të jetë me një pyetje të tillë, të thotë, po dua të di për femrat sa i kam këto kalkulime dhe për meshkujt sa i kam këto kalkulime. E në këtë rast, ajo që do futej në lojë është gjinia, i cili është një variabël që përmban pikërisht femrat dhe meshkujt, dhe gjinia në vend që të futet si rresht ose si shtyllë, në këtë rast do të ishte si filtr, sepse është një pyetje që ngrihet sa është për femrat, sa është për meshkujt. Dhe ti e fut si filtr dhe vihet të rrethën pivotit tënd, ftohet pikërisht gjinia. Dhe gjinia aktualisht i ka të zgjedhur të gjithë elementët e saj. Por ti mund të bësh zgjedhjet përkatëse, për shembull të vesh të klikosh tek lista dhe të zgjedhësh femër dhe të klikosh OK.
Në momentin që ti klikon OK, do shikosh se të dhënat e tua transformohen, pse? Sepse ato kalkulohen pikërisht vetëm për femrat e kompanisë. Kalkulimet janë 100% të sakta, nuk ka asnjë mundësi që të bëhet qoftë edhe 0.01% gabim. Këtu ka kalkulime 100% të sakta. Funksionet nuk ka nevojë që ti shkruash ti, gjithçka e bën Exceli, mjafton që ti të bësh zgjedhjen e duhur. Pas femra, normalisht mund të zgjedhësh meshkujt dhe do shikosh kur klikon OK se aktualisht mund të shtosh dhe reflektohen ndryshimet pikërisht në tabelën pivot që ju e keni. Dhe kjo sigurisht I jep një formë të caktuar pikërisht asaj që jemi duke shpjeguar dhe tabelave pivot. E pas tabelave pivot, që neve na lehtësojnë jashtëzakonisht punën, imagjinoni pak kjo tabel që ishte komplekse, tashmë ka kaluar në një tabel e cila është më minimaliste dhe më kuptim plot për secilin prej nesh dhe jep përgjigje të menjëhershme, kjo ta lehtëson shumë punën dhe në aspektin e biznesit është fitim prurse. Fitimi I kohës është maksimal, do të thotë që ti diçka që mund ta bëje për orë të tëra mund ta bësh për disa sekonda, pra dalloni që benefitet nga ky përdorim janë shumë të mëdha. Përpos subtotals, përpos pivot, tani do të shohim një element tjetër, do të shkojmë pikërisht tek kjo tabel që e kishim më përpara. Do të shohim atë që quhet funksionet e kombinuara. Por përpara se të flas për funksionet e tjera, dua të flas pak për atë që është thelbësore në raport me atë që duam të themi neve tani, sepse funksionet në radhë parë duhen kuptuar si janë në tërësinë vetvete. Jo gjithmonë kuptohen nëse ti nuk e ke një urinë e dur, por ka një pjesë pikërisht në Excel që quhet pjesa funksionale e Excelit, që është pjesa që faqet pikërisht poshtë listës nën komandave. Kjo është vendi ku zakonisht kryen funksionet ose realizohen funksionet dhe realizimi I funksioneve fillon gjithmonë me shenjën e barazimit. Për shembull, nëse unë do bëja një funksion të thjeshtë, ka gjithmonë funksione të komplikuara dhe funksione të thjeshta, unë do të bëj një funksion të thjeshtë dhe funksioni I thjeshtë që unë do të kap për studim pikërisht është funksioni shumë. Gjithmonë një funksion fillon me shenjën barazim dhe pasi ka filluar shenja barazim, normalisht pritet emri I funksionit. Dhe emri I funksionit në rastin konkret është sum. Sum do të thotë shumë, por siç është funksioni sum ka shumë funksione të tjera, është funksioni average, që funksioni average nuk është gjë tjetër veç se mesatarja, minimum, maksimum, ka shumë të tilla, që besoj se do t'i shikojmë në workshopin e 4 që është në lidhje me Excelin, që ka të bëjë me funksionet e detajuara. Tani, kjo shumë normalisht pret një klap të hapur, ashtu siç bëhet në matematikë kur ti ke një funksion që duhet të kesh një klap dhe brenda klapave vendosen variablat përkatës, kështu edhe në Excel funksionohet në të njëjtën mënyrë. Ke funksionin shumë dhe tani brenda klapave duhet të futesh variablat që do t'i bësh shumën. Në rastin konkret, unë do t'i bëj shumën të gjithë vektorit të rrogave, që do të thotë vetë edhe zgjedh që Elizat duke mbajtur butonin e majt të shtypur të mausit nga K2 deri në K21. E pasi I kam selektuar të gjitha këto qeliza nga K2 deri në K21, mbyll klapën. Keni parasysh, sa herë e filloni një funksion, ai duhet të ketë një klap të hapur dhe një klap të mbyllur. Në të kundërt, ai ka për të prodhuar një error. E nëse ti klikon enter, do shikoni që ajo do të nxjerrë specifikisht shtumën. Mirë po funksioni që sapo pam është një funksion elementar, një funksion unik, jo I kombinuar me funksione të tjera. Jo në pak raste, ajo që të shfaqet si objekt në punën tënde është saktësisht kombinimi I disa funksioneve njëra me tjetrën. Dhe kombinimi është ndoshta elementi më I vështirë I të punuarit me funksione, se punimi tek e tek në funksione individuale zakonisht tregohet nga vetë Exceli. Nëse ti bën double click, do shikosh që vetë Exceli të sugjeron se çfarë duhet të shtosh. Por kur ke funksione të kombinuara, situata komplikohet dhe më shumë. Situata nuk orientohet më nga Exceli. Duhet të kesh ti logjikën që ndërton të gjithë ata element përkatës. Atëherë përpara se sa të filloj me këtë funksione të kombinuar, dua t'ju shpjegoj një funksion që është ndoshta funksioni më I përdorshëm në jetë. Është ndoshta funksioni që na shoqëron vazhdimisht dhe ne nuk e kuptojmë që na shoqëron. Mbi bazën e këtij funksioni ne jetojmë në fakt, sepse ky funksion është funksioni if, që do të thotë nëse ti bën diçka, ke ose një rrugë tjetër. Pra mendojeni në këtë trajt,
Nëse unë, për shembull, jam në rrugë me autostradë dhe më del një tabel e cila thot nuk do e kalosh 120 km/h, patjetër që unë kam dy zgjedhje. Do e kaloj apo nuk do e kaloj. Nëse e kaloj, diçka do ndodhi. Nëse nuk e kaloj, diçka tjetër do ndodhi. Pra, këto janë ato lloj pyetësorësh ose ato lloj kushtesh logjike, të cilat në vetvete kanë gjithmonë dy përgjigje. Dhe funksioni if është jashtëzakonisht i përdorshëm në kushtet e biznesit. Çdo biznes shfaqet me pyetësorë të cilët kanë kushte. Dhe për shembull, një nga kushtet më themelore që unë do e cilësoja në rastin konkret, ka të bëjë me gjetjen e elementëve sipas asaj që të kërkohet. Dhe në rastin konkret unë dua të shikojmë një kërkesë që zakonisht del, sidomos në banka apo sidomos në element prodhimi, ku shfaqen hapur këto kërkesa. Shikoni pak kolonën F, e cila është një kolonë datash. Normalisht këto data kanë nga një muaj përkatës dhe muajt janë mars, shkurt, nëntor, shkurt e kështu me radhë. Dallohet qartësisht që në kontekstet e statistikave, jo gjithmonë përdoret thjesht muaji si element statistikor, po mund të kërkohet edhe tremujori përkatës. Për shembull, mund të kërkohet sa janë pagesat e kryera për tremujorin e parë, sa janë pagesat e kryera për tremujorin e dytë. Me tremujor, unë nuk nënkuptoj gjë tjetër veç se 3 muaj e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt të vitit. 3 muajt e parë nënkupton janarin, shkurtin, marsin, tremujori dytë nënkupton prillin, majin dhe qershorin, i treti korikun, ngushtit dhe shtatorin dhe i katërti 3 muajt e fundit që janë tetor, nëntor dhe dhjetor. Normalisht ne nuk e kemi një variabël në listën tonë të variableve që quhet tremujori. Dhe ajo që do bëjmë tani është të ndërtojmë me anë të një funksioni të kombinuar pikërisht këtë variabël që quhet variabli tremujori, të cilin në mbrapa do ta përdorim dhe do ta fusim në një pivot table për të gjetur se sa i kemi pagesat për secilin tremujor. Pra ky është objektivi financiar që është vendosur nga kompania në këtë moment për zgjidhjen e ushtrimit tonë. Atëherë, në rastin konkret, ajo që do të bëja, do të filloja me funksionin if, pra nëse, dhe do të hapja klapën. Sigurisht që kërkohet nga vetë funksioni if, cili është testi logjik ose cila është pyetja që do të bësh. Dhe unë pyetjen që dua të bëj është kjo data që ndodhet në qelizën F2, a i përket muajit të parë, të dytë ose të tretë. Nëse i përket njërit nga këtyre 3 muajve, atëherë do ta shkruaj që pra është quarter 1, do thot tremujori i parë. Për ta bërë këtë kombinim, unë do përdor një funksion tjetër. Pra tashmë fillon pikërisht lista e kombinimit të funksioneve. Dhe funksioni që do të përmend është funksioni që e përmenda edhe me gojë gjatë të folurit të ushtrimit përkatës. Në rastin konkret unë thash ose muaji i parë, ose muaji i dytë, ose muaji i tretë, përbën për mua pikërisht atë që është kjo tremujori përkatës. Atëherë, meqense unë jam te funksioni if, do të veja dhe do të zgjidhja pikërisht këtë datë. Mirë po dalloni pak, data në rastin konkret ka një ditë, ka një muaj, ka dhe një vit. Dhe mua nuk më intereson as dita, as viti, më intereson muaji, sepse muaji ma përcakton tremujorin. Atëherë do të zgjidhja funksionin or që është ose njëshi, ose dyshi, ose treshi, do të hapja një klap dhe do filloja të zbatoja logjikën në këtë moment. Dhe do zbatoja kushtin e parë logjik dhe do të thosha, në qoftë se F2-shi, por jo thjesht F2-shi, muaji i F2-shit, e në këtë rast do përdorja një funksion tjetër që quhet month, hap klap, mbyll klap. Pra, shikojeni pak kombinimin e 3 funksioneve që kam bërë. Kam bërë kombinimin e funksionit if, kombinimin e funksionit or dhe month. Month F2-shi më nxjerr muajin e asaj vlere që ndodhet në qelizën F2. Dhe unë po i them, në qoftë se month F2-shi, pra muaji i F2-shit është i barabartë me 1, presje, month F2-shi është i barabartë me 2, presje përsëri, dhe month F2-shi është i barabartë me 3, dallohen që në rastin konkret shtohen të 3 elementët që unë kërkoj, mbyll klapën dhe më mbyllet klapa për funksionin or, pra shikoni, ose month F2-shi është 1, ose month F2-shi është 2, ose month F2-shi është 3, nuk ka rëndësi e këtë madhe apo të vogël, ajo e merr vlerën përkatëse. Pas kësaj kam mbaruar kushtin logjik, ku unë i them nëse është një nga këto të 3, atëherë me presje kaloj tek elementi i dytë, që thot, në qoftë se kjo është e vërtet, value if true, nëse kjo është e vërtet, atëherë brenda thonjzave unë shkruaj
që 1, që do të thot kuartër 1, që do të thot 3 mujori I parë. Shkruhet me thonjza sepse është tekst dhe një tekst gjithmonë kur shkruhet brenda një funksioni duhet shkruar brenda thonjzave. Pra unë kam përcaktuar që në rastin konkret, nëse funksionet e mia ose nëse të dhënat e mia në qelizën F2 janë me muajt 1, 2 ose 3, atëherë kjo I përket 3 mujorit të parë. Në të kundërt, vëpresjen e dytë dhe vihet re që aktivizohet elementi I tretë ose variabli I tretë I funksionit if, pra nëse nuk është e vërtet kjo, unë do t'i them other brenda thonjzave, që do të thot I përket 3 mujorëve të tjerë. Dhe mbyll klapën dhe shikohet që klapa I përket if-it dhe klikoj enter. Shikoni me vëmendje që mua më është shfaqur pikërisht që 1 është si element, sepse marsi është muaji I tretë dhe që 1 është 3 mujori I parë, patjetër. Nëse e bëj drag këtë formulë në të gjitha rreshtat e mi, do shikoni që diku do të shfaqet që 1 është sa herë muaji I përket ose muajit të parë, ose muajit të dytë, ose muajit të tretë, ndërkohë që në të gjitha rastet kur muaji nuk është muaji I parë, I dytë ose I tretë, ajo shfaqet si other. Patjetër që ky kombinim nuk synon vetëm që 1-shin, po synon edhe që 2-shin, dhe që 3-shin, dhe që 4-ën. Atëherë si do ta bëja unë këtë gjë që të kisha dhe më tepër element pra të mos më shfaqet vetëm që 1-shi. Në rastin konkret, do të shkoja te qeliza L2, do ta hiqja klapën dhe other, sepse other është një kusht që më mbyll listën e kushteve të mia. Dhe tani do të kopjoja komplet kushtin që kisha krijuar për 3 mujorin e parë nga komanda if. Do t'i jepja ctrl+c dhe pastaj do ta vendosja pikërisht në rastin nëse vlera është jo e vërtet, pra nëse nuk është muaji I parë, I dytë dhe I tretë. Dhe do t'i jepja paste. Vini re që nuk kam bërë gjë tjetër veç se kam bërë paste atë që ishte. Veç se tani do ndryshoj muajt përkatës. Pra nëse është muaji 4 them, muaji 5 dhe muaji 6, pra njëri nga këta të jetë, atëherë në këtë rast do ishte që 2. Pse? Sepse dihet teknikisht që në muaj prill, maj dhe qershor I përkasin 3 mujorit të dytë. E do vazhdojmë me të njëjtën logjik edhe për 3 mujorin e tretë, prap më kërkon vlerën nëse është jo e vërtet, sepse është një sekuencë e funksionit tim të kombinuar, jap ctrl+v dhe tani do ndroj muajt përsëri dhe do t'i them nga 6 që isha do vete 7, do vete 8 muaj për 3 mujorin e tretë dhe 9. Dhe në rastin konkret, kjo do të ishte që 3. A kam nevojë që ta bëj edhe për që 4-ën këtë gjë, meqense viti ka 12 muaj dhe unë 9 I kam shkruar, çdo element që do dilte përpost 9-s do ishte patjetër që 4. Atëherë nuk kam nevojë ta shkruaj të gjithë formulën përkatëse, por mjafton të shkruaj që 4 brenda thonjzave dhe të mbyll klapën. Por dalloni pak. Nuk duhet të mbyll thjesht me një klap, se nëse unë e mbyll me një klap, ajo do më prodhoj error. Errori nënkupton që ti nuk I ke mbyllur klapat saktësisht. Atëherë të ngelet detyra që ti mbyllësh klapat saktësisht. Sa funksione ke hapur, aq funksione me klapa duhet edhe ti mbyllësh. Dhe unë kam hapur 3 funksione if, 1, 2, 3. Dhe normalisht klapat që vendos, dhe do shikoni që edhe tek lista e funksioneve këtu theksohen klapat pikërisht e funksionit që ti e ke hapur klapën. Pra janë nëse do klapën e dytë vihet re që ndryshon ngjyra jeshile, e nëse vendos klapën e tretë vihet re që ndryshon pikërisht ngjyra e zezë e klapës së parë. Klikon enter dhe tani kësaj formule që është goxha e gjatë, po që është e thjeshtë si formulë pasi ke kuptuar logjikën, e bën drag dhe do shikosh që për secilin element ku ti ke një datë të përcaktuar, tani të shfaqet variabli 3 mujori. 3 mujori. Dhe ky është variabli I ri që sapo e krijuam, I cili I përket kësaj tabele. Dhe unë mund të marr në rastin konkret, të klikoj ctrl+a dhe të krijoj një pivot table sipas kontekstit të asaj shpjeguar pak më përpara për pivotet, klikoj pivot table, e çoj në një new worksheet. Dhe do të zgjedh në rastin konkret, shikoni që më është shtuar variabli 3 mujori, do vete ta zgjedh dhe do ta vendos në row label dhe pra në rreshta dhe do të zgjidha për rrogën për vlera. Dhe shikoni që tani kam për secilin 3 mujor përkatës, kam rrogën përkatëse të përcaktuar, se dua të di edhe për femrat përkatëse, ja I vendos gjinin si rreshta, si shtylla, shikoj që për secilin 3 mujor kam pagesat e kryera për secilën gjini. E sigurisht që kjo më jep mua mundësi të kuptoj edhe më mirë mënyrën se si punohet me të dhëna. Funksionet e kombinuara sigurisht që janë me benefit shumë të madh
por duhet të dish ti përdorësh, sepse nëse i përdor gabim, ato të mund të të prodhojnë rezultatet gabuar. Ky ishte vetëm një funksion i kombinuar. Herën tjetër, në workshopin e radhës, do të shohim problematika reale që dalin pikërisht gjatë punës suaj të përditshme. Dhe në ato problematika her pas here do të shohim pikërisht se si ndërhyjnë funksionet e kombinuara. E radhës që do të vazhdojmë të shpjegojmë është multigrafikët. Dhe përsëri po shkoj në këtë tabel fillestare. Shpresoj që deri këtu të më keni kuptuar dhe sigurisht qëllimi im është që ju t'i kuptoni këto gjëra. Nëse ju keni pyetje, patjetër që mund të mi drejtoni ato të shkruara pak më mbrapa dhe mund t'i komentoni edhe në videon që do të publikohet, sepse të gjitha përgjigjet për pyetjen tuaj do jepen në atë çast që ju e bëni pyetjen. Dhe sigurisht që unë ju garantoj si suportin tim në çdo shqetësim që mund të keni në punën tuaj, në qoftë se keni diçka që doni ndihmë, patjetër mund t'ju ndihmojmë. I gjithë ky trajnim është falas dhe organizohet në ndihmë të studentëve dhe profesionistëve të rinj, sepse sigurisht duke pasur eksperiencën e dur dhe duke qenë vetë dikur një student, edhe nga ana tjetër edhe një profesionist i ri, që për vite të tëra më është dashur të mësoja vetë shumë gjëra, në fund të historisë mendoj se është me benefit të madh për secilin prej jush të përfitoni nga eksperienca e dikujt që ka kaluar këtë përpara jush. Në rastin konkret tani do të flasim për multigrafikët. Po përpara se të flasim për multigrafikët, dua të flas për grafikët e thjeshtë në radhë parë. Se që të flasësh për një multigrafik duhet të kuptosh si ndërtohet një grafik i thjeshtë. Dhe në rastin konkret unë dua të ndërtoj një grafik të thjeshtë. Për të ndërtuar një grafik të thjeshtë, mjafton të dal jashtë tabelës time, të shkoj te komanda insert dhe të zgjedh tek charts një nga tipet e grafikëve. Unë do zgjedh grafikun kolon 2D. Shikoni që pikërisht ky element që quhet element grafik në rastin konkret është bosh, është pa asnjë të dhënë. Ja, kjo nuk ka asnjë të dhënë. Po e vendos këtu në mes që ta shikojmë pak më qartësisht. Dhe unë dua t'i shtoj të dhëna këtij grafiku. E për t'i shtuar të dhëna këtij grafiku, e për të shfaqur grafikisht ajo që dua, mjafton të klikoj me të djathtën te ky grafik i selektuar, të shkoj te komanda select data dhe pasi shkoj te komanda select data, një dritare e re do të më shfaqet. Kjo dritare e re përmban në vetvete sekuencën e serive që do zgjedh, pra çfarë do zgjedh nga tabela që ta grafikoj. Dhe për këtë mund të shtoj një seri quhet një tërësi të dhënash që ti e kërkon. Dhe do klikoj add dhe do shikoni që do i shfaqet një dritare e re e cila kërkon emrin e serisë që do të zgjedhur, vlerat e asaj serie. Dhe unë do zgjedh në rastin konkret emrin tek qeliza K1 që është rroga, dhe do zgjedh vlerat e saj që është i gjithë vektori nga qeliza K2 deri në qelizën K21 dhe klikoj enter. Shikoni që grafikisht tashmë ka filluar më shfaqet rroga dhe rrogat përkatëse të secilit punonjës. Por unë nuk kam emrat e punonjësve në rastin konkret, po kam numra. Klikoj OK dhe vëre që arsyeja pse më dalin numra është se aksi horizontal, pikërisht ky horizontal axis labels, është numra. Mua më ngelet ta editoj dhe pasi e editoj, klikoj këtu dhe gjej emrat përkatëse në listën e tabelës time që janë pikërisht nga rreshti i dytë deri në rreshtin e 21 të qelizës D, të kolonës D. Klikoj enter dhe shikoni që ajo që qet tabela ime pa emra, tashmë ka emra. Klikoj OK përsëri dhe ky është një grafik që u krijua pikërisht me të dhënat e mia, specifike për rrogën. Është një grafik i thjeshtë, është një grafik pa shumë komplikime, por një grafik që më lejon mua të punoj vazhdimisht me ezaurim vizual të asaj që quhet analiza numerike. Tani, konkretisht, pasi e kam bërë këtë gjë, mund të lindi pyetja, po mirë, më dhe një grafik, a mund të më japësh 2 grafik ose 2 seri brenda një grafiku? Sigurisht që mund ta bësh dhe për këtë mjafton të shkosh te ky grafik, ta selektosh, të klikosh me të djathtën, të shkosh te komanda select data, e pasi ke shkuar te komanda select data, tani që ke vetëm një seri, do shtosh një seri tjetër. Dhe seria tjetër, në vend që të jetë seria rroga, tashmë do jetë seria për shembull vitet e eksperiencës. Dhe do vemi të zgjedhim si emër të serisë qelizën H1 dhe si vlera të qelizës, qelizat nga H2 deri në H21. Dhe klikoj enter dhe klikoj OK. Përsëri më lind detyra përderisa aksin horizontal e kam të papërcaktuar, të zgjedh dhe aksin horizontal. Dhe aksi horizontal do të ishte emri i plot nga qeliza D2 deri në qelizën D21.
selektimi bëhet me butonin e majt mouse-it ose edhe me shortcut nga tastiera të cilat nëse doni mund t'i merrni vesh nëse më pyesni. Tani klikohet enter dhe vihet re se është bërë saktësisht shtimi i kësaj serie të re që quhet vitet e eksperiencës dhe klikoj OK. Dallohet që në grafikun tim janë shfaqur të dyja. Mirë, po vitet e eksperiencës janë shumë të vogla. Arsyeja pse ato pothuajse nuk duken është se kur ti shën numrat e viteve të eksperiencës, ato janë 10, ndërkohë që rroga e ka numrin 792. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë në rastin konkret që ti nuk mund ta krahasosh 10-ën me 792, do ishte e padukshme. Dhe realisht ajo na ka ndodhur. Vlerat e viteve të eksperiencës janë pothuajse të padukshme. Atëherë shqetësimi që ngrihet është si ti bëj të dukshme këto vlera. Mënyra e parë që të vete në mendje është, OK, ky aksi këtu që nga shumë i madh, nga 0 në 1400, po ta bëja nga 0 në 11, mbasi do mi shfaqte vlerat e viteve të eksperiencës, dhe unë po klikoj me të djathtën, po klikoj tek format aksis, e pasi klikoj tek format aksis, këtë që e kam vlerë të përcaktuar si maksimale të aksit, do e kthej nga 1400, do e kthej 11, që do të thotë e ulam aksin e tim. Shikoni që tashmë mu shfaqen vitet e eksperiencës, por me rrogën ndodhi një problem jashtëzakonshëm. Rroga pothuajse më doli nga konteksti grafikut dhe për më tepër vlerat e shfaqura janë në euro, që mua nuk më ndihmojnë. Atëherë unë e bëj rollback, e undo atë veprim që sapo bëra sepse nuk më ndihmon. Ajo që do më ndihmonte në rastin konkret do ishte që unë të kisha një aks sekondar. Nëse ky është aksi primar, aksi sekondar do ishte një aks që do më ndihmonte që të përmbante vlerat të viteve të eksperiencës. Për këtë gjë, do të shkoja dhe do të zgjidhja pikërisht serinë e kuqe, që është seria e viteve të eksperiencës. Mjafton të klikosh tek një nga ato kolona në të cilat ndodhet kjo vitet e eksperiencës. Klikon me të djathtën dhe në listën e komandave që do të dalin klikon tek format data series. Pasi klikon tek format data series, në dritaren e re që të ka dalë, do të shikosh se ke një opcion në të cilin mund të bësh zgjedhjen përkatëse, a e do aksin primar apo e do aksin sekondar. Dhe unë do t'i them e dua aksin sekondar. Shikoni me vëmendje që aktualisht mua mu shfaqen pikërisht seritë e kuqe që përbëjnë vitet e eksperiencës dhe referenca përkatëse është në krahun e djathtë të grafikut. Vihet re që ti ke saktësisht vitet e eksperiencës në krahun e djathtë. Mirë, por problemi që qëndron kur ndodh ky fenomeni i zhndrimit të akseve është që ato që ishin seritë fillestare, që është seria rroga, pothuajse mbulohet në shumë raste, sidomos kur vlerat janë më të mëdha, nga ato që janë seritë e aksit sekondar. Dhe unë në rastin konkret dua të futem në konceptin e multigrafikëve. A nuk do ishte mirë që kjo që është seri kolon, kjo e kuqja që quhet vitet e eksperiencës, të ishte një vizë në vend që të ishte një kolon. Përderisa kolon është seria e parë, mirë do ishte që seria e dytë të ndiqte një linjë tjetër. E normalisht kjo mund të bëhet dhe kjo fut konceptin e multigrafikëve. Koncepti i multigrafikëve nuk është gjë tjetër veç se të kesh brenda një grafiku dy tipe grafikësh të ndryshëm, ose 3 ose 4, nuk ka rëndësi. Mënyra se si veprohet është gjithmonë identikisht e njëjtë. Ti shkon te seria që kërkon ti ndryshosh grafikun dhe mjafton të klikosh tek ajo seri, unë klikova tek një nga kolonat, klikon me të djathtën pastaj, sepse butoni i majt ishte fillimisht, dhe në listën e komandave ke një komandë që quhet Change Series Chart Type. E klikon atë Change Series Chart Type dhe në vend që të zgjedhësh tani më grafikun kolon, vetë zgjedh grafikun line, për shembull njërin nga ato. Mund të zgjedhësh këtë me pika, mund të zgjedhësh një tjetër, unë po zgjedh këtë të parin. Dhe klikoj OK. Shikoni se si mu transformua grafiku im. Grafiku im tashmë përmban dy tipe grafikësh brenda. Grafikun kolumnar që i përket rrogës dhe grafikun line ose vizë që i përket viteve të eksperiencës. Dallohet qartësisht që mua kjo më është më komode për të përdorur. Sigurisht që e fundit që të mbetet që këtë grafik ta kthesh ashtu siç duhet, është që ti ta formatosh këtë grafik. Ky grafik normalisht formatohet me anë të komandave të formatimit që i kemi tek komanda home, ja tek janë komandat e formatimit, shkon edhe zgjedh përkatësisht aksin e parë, që ti ta bësh të dallueshme se kujt i përket aksi i parë, mirë është t'i japësh ngjyrën specifike të asaj serie që ti ke zgjedhur. Në rastin konkret do të ishte blu,
do të ishte bold dhe mund edhe ta zmadhoj nëse dua, kurse krau I djathtë do të kishte ngjyrën e kuqe, ja tek është ngjyra e kuqe dhe do ta bëja bold. Dhe menjëherë sa po të shohësh syrin, ti e kupton që akset blu lidhen me serit blu, ndërsa akset e kuqe lidhen me serit e kuqe. Jo vetëm kaq, grafikut tënd mund t'i shtosh elemente të tjerë, siç janë titulli, siç janë titujt e akseve, apo legjenda që në rastin konkret ne e kemi të shpallur, por që do ta lëvizim në pjesën fundore të këtij grafiku. Atëherë gjëja e parë, le të shtojmë saktësisht titullin e këtij grafiku, do të shkojmë te chart title, pra do shkojmë te layout. Gjithmonë kjo komanda layout aktivizohet në qoftë se ti e ke selektuar grafikun, jashtë grafikut nuk është e aktivizuar, por brenda grafikut është e aktivizuar dhe ti vetë te komanda layout zgjedh chart title, e pasi zgjedh chart title I thua above chart dhe above chart do të thotë që ti ke zgjedhur pozicionin në cilin do të shkruhet ky titull. Dhe unë po vendos titullin që në rastin konkret do jetë vitet e eksperiencës BS Roga. Dalloni pak që unë kam shkruar pikërisht atë që neve kemi shprehur në këtë grafik vitet e eksperiencës versus Roga. Sigurisht që mund ta modifikoj një titull duke klikuar brenda saj me double click, duke bërë me e të madhe për shembull dhe të heq të sën e gabuar në rastin konkret vitet e eksperiencës së Roga. Nga ana tjetër dua të shtoj edhe titujt për akset, pra për secilin aks të shtoj titullin përkatës. Si bëhet kjo? Ti selekton grafikun përkatës, shkon te komanda layout dhe te komanda layout zgjedh axis title dhe te axis title tani do jap primary vertical, pra primarin, dhe pastaj secondary vertical, që është sekondari. Do zgjedh primarin fillimisht dhe do jap rotated title, që është një mënyrë, dhe shikoni që më doli mundësia e titullit të parë dhe unë do të shkruaj aty Roga në dollar ose në euro, nuk ka rëndësi, e shkruaj Roga vetëm. Klikoj enter dhe ja tek doli Roga, jap ngjyrën përkatëse që është blu dhe shikoni po formatoj një grafik në rastin konkret. Kurse tashmë më mbeti aksi tjetër, I cili është aksi I dytë, dhe në rastin konkret do të veja tek grafiku im, do të veja tek komanda layout, do zgjidhja axis title edhe do të veja tek secondary vertical axis title, do të thosha rotated title. Ja tek më doli saktësisht edhe vendi për pozicioni për vendosjen e titullit të aksit të dytë dhe unë do të thosha vitet e eksperiencës. Dhe në këtë trajt tashmë kam krijuar saktësisht pozicionin e dur për grafikun tim, e jo vetëm kaq, më ka mbetur dhe legjenda, po e marr legjendën pikërisht te komanda layout dhe I do I them tregoje në fund. Shikoni që e zbriti poshtë legjendën, ndryshoi edhe ngjyrën përkatëse të kësaj viteve të eksperiencës dhe tashmë dalloni pak, I dash fill, por duhet ja hap vetëm ngjyrim të shkrimit, ja tek është. Dhe tani në këtë moment, unë kam një grafik të përfunduar të cilin mund ta editoj, mund ta zmadhoj dhe mund ta çoj, për shkak se Office është I ndërlidhur, mund ta marr dhe ta çoj në një prezantim, mund ta çoj në Word, mund ta çoj në PowerPoint, sepse programet e Office-it janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Dhe sigurisht që ky grafik quhet multigrafik, sepse brenda vetvetes ka më shumë se sa një grafik. Është grafiku I parë dhe grafiku I dytë. Mund t'i heqësh grid line-et, mjafton të klikosh te grid line-et, të japësh format grid line që janë rrjeti të dhënave, ti thuash për shembull solid line ose mund t'ja heqësh ngjyrën pra ta lësh me transparencë maksimale. Shikoni sa ikën pothuajse grid line, unë I zbea pothuajse maksimalisht. Dhe ky grafik është një grafik që masivisht duket në çdo raport zyrtar që bëhen. Në disa raste vlerat mund të duhen sipër grafikut dhe kur ti kërkon vlera, klikon te seria përkatëse, klikon me të djathtën dhe jep add data labels. Shikoni që dolën vlerat, unë po I zvogloj pak se të mëdha ato zën njëra tjetrën, por kur I bë të vogla, dalloni pak që ato janë specifikisht për secilën vlerë përkatëse, jep dhe bold dhe normalisht ato do të dalin. Ndërkohë që për grafikët line mund të bësh edhe një trend line të caktuar, që do të thotë si ecën ky grafik me kalimin e personave dhe ja t'i japim një add trend line të thjesht linear, dhe dallohet që është krijuar një linear, një trend line linear rënës në rast konkret nga personi I parë te personi I fundit për rrogën. Sigurisht që konteksti I trend line-eve ka të bëjë më shumë me prodhimin se sa me
pagesat apo me punonjësit e një kompanie, por thjesht për efekt mësimi dhe ligjërate, desha ta tregoj dhe këtë pikë. E pasi mbaroj me multigrafikët, e fundit që na mbetet për t'u shpjeguar është ruajtja e informacionit, e cila është jo më pak e rëndësishme. Dalloni pak me mendje që një nga elementet më thelbësor dhe më të rëndësishëm në kohën në të cilën jetojmë është saktësisht elementi i sigurisë kibernetike, që do të thotë në rastin konkret ti ke disa të dhëna, por ato të dhëna mund të jenë shumë konfidenciale. Që do të thotë këto të dhëna, në rastin konkret këto të dhënat e mia janë të gjitha rastësore, nuk është se ka të dhëna specifike të marra nga një burim i caktuar, por mund të kesh, nëse punon në një institucion zyrtar, të dhëna të cilat janë shumë specifike dhe duhet i dish vetëm ti, siç mund të jenë paga punonjësish, siç mund të jenë kontrata, mund të jenë klient të cilët kanë të ardhura e gjërat e ngjashme me këto, mund të kesh prodhimin e kompanisë, janë tmerrësisht konfidenciale. Ruajtja e informacionit është ajo që është detyrë për secilin profesionist në botën e biznesit. Dhe Exceli është ai që ta jep këtë mundësi që vazhdimisht ta ruash informacionin. Mënyra se si ruhet informacioni sigurisht që lidhet ngushtësisht me një komandë që quhet komanda review. Te komanda review po të shikoni ju shfaqen disa lista nën komandash. Dhe midis tyre është nën komanda protect sheet dhe nën komanda protect workbook. Dallojnë nga njëra tjetra, të dyja merren me ruajtjen e informacionit, po dallojnë nga njëra tjetra sepse njëra ruan vetëm faqen përkatëse që ti ke zgjedhur, ndërsa tjetra e ruan të gjithë dokumentin pavarësisht se çfarë faqe ti ke zgjedhur. Sigurisht që të dyja kanë të njëjtin rrugëtim se çfarë do ruash apo çfarë nuk do ruash. Në rastin konkret, unë po provoj të parën, sepse ajo e jep dhe kontekstin e të dytës, pra po ruaj këtë faqe. Kur ti klikon te Protect Sheet, do shikoni që ju del një dritare. Dhe në këtë dritare të kërkohet të vendosësh një password, ndërkohë që ty të lejohet sipas checkimit të selektosh qelizat çfarë do lloji të jenë ato, si të mbyllura, si të hapura, por nuk të lejohet pasi të futesh passwordin, as të formatosh, as të shtosh rreshta ose shtylla, as të fshish rreshta ose shtylla, as të modifikosh asgjë. Normalisht passwordi duhet të jetë i sigurt nga ana juaj. Të mos jetë një password standard i tipit 1 2 3 4 5. Nëse ti e vendos një password të tillë, ky është lehtësisht i dekriptueshëm. Dhe ata që quhen hakera në thonjza, ata me siguri e kanë shumë të lehtë të dekriptojnë passworde të cilat janë të tipit me sekuenca numerike të tipit 1 2 3 4 5. Sugjerohet vazhdimisht që çdo njeri që ndërton një password të ketë brenda vetes së tij një logjik të ndërtimit të passwordit. Passwordi nuk është thjesht një tërësi numrash apo shkronjash. Passwordi ka brenda një logjik. Për shembull, në rastin konkret, ti mund të kesh brenda passwordit tënd edhe emra të tjerë. Mund të kesh, falëndes për këtë vetëm ta shtukim, po, passwordi mund të ketë brenda vetvetes një logjik të tipit të tillë, si e ka emrin babai yt dhe merr shkronjën e parë të babait tënd, të emrit të babait. Si e ka emrin mamaja jote, të marrësh shkronjën e fundit të emrit të mamas, pastaj të marrësh një ditëlindje të caktuar të dikujt që vetëm ti e di, të vendosësh ndoshta edhe kafshën tënde të preferuar që të pëlqen ose diçka që të pëlqen, dhe në fund fare të vendosësh edhe një simbol të çuditshëm të tipit pikë pyetje, pikë çuditse, thurje ose çdo gjë tjetër. E ky password ky nuk është lehtësisht i dekriptueshëm. Ju sugjeroj që vazhdimisht kur kërkoni të ruani informacionin në Excel, të mendoni kësaj, sepse nëse nuk mendoni kësaj, atëherë fajlet tuaja janë të pasigurta. Dallojnë që unë kam vendosur për efekt ligjërate të passwordin 1 2 3 4 5, është shumë i thjeshtë, por kur ti e vendos passwordin herën e parë dhe klikon OK, ajo të kërkon që ta ripërsërisësh këtë password. Pse? Sepse jo në pak raste kur ti e shkruan një password, ajo që ndodh është që mund të bësh diçka gabim. Dhe nëse e bën gabim dhe i thua OK, save-oje, pastaj s'ke mundësi më ta gjesh se cili ishte gabim. Pra në vend që ta shkruash 1 2 3 4 5, po e shkruaj 1 2 3 4 8, shtypa 8 në vend të 5-s. Ajo të garanton që ti nuk do e hapësh më atë fajl sepse ti nuk e gjen dot më. Vetëm me anë të komandave programuese mund ta gjesh. Në rastin konkret, unë e publikoj përsëri të njëjtin password 1 2 3 4 5 dhe klikoj OK. Pasi klikoj OK, asgjë nuk ndodh me fajlin tim, por dalloni pak. Në komandën review, që ishte Protect Sheet, tani e kam Unprotect Sheet, që do të thotë ky fajl është i mbrojtur. Pra ky fajl, nëse unë shkruaj diçka
nuk më lë të shkruaj diçka sepse fajli është i ruajtur. Në çdo pozicion që unë tentoj të shkruaj, ajo është e bllokuar, as nuk mund të fshi, as nuk mund, të gjitha komandat janë të çaktivizuara, edhe nëse shkoj te komanda home, të gjitha komandat e formatimit janë të çaktivizuara, sepse ky dokument është i ruajtur. Kjo faqe është e ruajtur. Tani në këtë kontekst dua që të kuptojmë edhe se si të hyj prap në fushën e formatimit, si ta kthej këtë fajl të punueshëm. Të tjerët ndoshta nuk mund të hapin, por unë ja di passwordin, atëherë mjafton të klikoj tek komanda unprotect sheet, vendos passwordin për katës 1 2 3 4 5 dhe klikoj OK. Dhe tashmë më jepet e drejta të shkruaj çfarë të dua. Por e fundit që kam për të shpjeguar, ka të bëjë me ruajtjen e një serie të dhënash dhe lënien e një serie tjetër të dhënash të paruajtur. Për shembull, supozoj se këto rrogat janë variable dhe këto rrogat do ndryshojnë, por gjithçka tjetër në këtë tabel nuk ndryshon, nga ID-ja deri te larguar nga puna, vetëm rroga ndryshon. Atëherë, unë dua ta ruaj çdo informacion që është nga kolona A te kolona J, dhe kolonën K ta lë variabël që njerëzit ta ndryshojnë nëse duan. Atëherë çfarë do bëja në rastin konkret? Do I selektoja pikërisht këto element që do doja të mos I kisha variabël dhe klikoj me të djathtën. Dua të shikojmë bashkë komandën që quhet komanda format cells. Kur ti klikon te komanda format cells, të del një dritare dhe brenda asaj dritare është një komandë, një nën komandë që quhet protection. Klikonte në komanda protection, do shikoni që aktualisht të gjitha këto qeliza e kanë të aktivizuar butonin locked. Nëse e kanë të aktivizuar butonin locked, atëherë kjo do të thotë që kur ti të ruash informacionin, gjitha këto komanda ose qeliza në rastin konkret nuk mund të editohen. Por nëse shkoj te qeliza rroga ose kolona rroga dhe klikoj me të djathtën tek format cells, edhe kjo kolon tek protection I ka locked. Që unë ta bëj të editueshme nga të tjera, duhet të klikoj tek locked dhe ta uncheckoj. Dhe t'i jap OK. Tani dalloj dhe unë e kuptoj që pikërisht kjo kolon është ndryshe nga kolonat e tjera, sepse nëse bëj format cells dhe show protection për të, ajo është unlocked. E nëse unë jap protect sheet kësaj faqe dhe I them passwordin 1 2 3 4 5, ja jap 2 herë, se normalisht kërkohet edhe motivi I ruajtës, I jap OK, dalloni pak që nëse unë shkruaj në qelizat A deri në J, nuk më lejohet të shkruaj. Por nëse shkoj tek qeliza rroga, aty mund të shkruaj një numër tjetër, ja për shembull 1200, dhe ai pranohet. Pra dallohet që në rastin konkret ruajtja e informacionit është selektive, që do thotë ti ke selektuar të mos jenë të editueshme një seri kolonash, ndërkohë që një kolon tjetër e ke lënë të edituar. Dhe sigurisht që në kontekstin e biznesit, bota e Excelit është shumë e gjerë. Gjitha këto gjëra që shpjeguam sot kanë lidhje, le të themi, me thjeshtësinë të punës që ti do të kesh në të ardhmen. Por sigurisht që nuk mbaron me kaq. Bota e Excelit është shumë e gjerë. Dhe për këtë unë ju inkurajoj të merrni pjesë dhe në workshopet e radhës, sepse të gjitha kanë lidhje me njëra tjetrën dhe sigurisht që mësohen gjithnjë më shumë gjëra të reja. Në faqen e Step Prishtinës, që ka lidhje pikërisht me këto gjëra që po bëjmë, janë 6 leksione që lidhen me nivelin bazik të Excelit. Ju sugjeroj që nëse e patët të vështirë ti kuptonit me një herë të gjitha këto gjëra që unë shpjeguam, të kaloni një herë përmes atyre leksioneve që janë shfaqur atje. Në mënyrë që secilën prej tyre ta kuptoni. Aty është niveli bazik, si të ndërtosh një tabel, si të përdorësh disa funksione elementare, si të formatosh një tabel, si të përdorësh filtrat apo sortimin, apo si të ndërtosh një grafik që unë pak a shumë e shpjegova dhe sot këtë element. Por përpos këtyre, kur ti punon me Excelin në fushën e biznesit, duhet të dish që Exceli është një nga mjetet më të forta që ke në dorë, sepse është palasni, e dyta është I thjeshtë për të përdorur, e treta që është edhe kjo shumë e rëndësishme, gjithë njerëzit pothuajse e njohin si program. Të gjithë. Kështu që konkretisht neve jemi në një fazë në të cilën teknologjia po zë avancë në raport me jetën tonë dhe përgjigjet që kërkohen janë ato përgjigje që jepen më shpejt. Nëse ti dhe kolegu jot ndodheni në të njëjtën punë
dhe njëri ka aftësi më të zgjeruar për Excelit, ta dini që ai ka për t'i dhënë përgjigjet më shpejt dhe njohuritë tuaja kanë për të mbetur në vend nëse ju nuk përparoni. Synimi i këtyre workshopeve është që ju të përparoni në punën tuaj dhe të mësoni gjithnjë edhe më shumë gjëra të reja. Konkretisht, ky ishte ligjërata e ditës së sotme. Shpresoj që ti kemi kuptuar. Dhe një herë, nëse keni pyetje, patjetër mund të mi drejtoni, qoftë në videon që do ju tregoj pas përfundimit të kësaj ligjërate, dhe sigurisht që unë jam i gatshëm t'ju ndihmoj në çdo rast nëse keni diçka online patjetër.